Në fillim fare dua pak që të zhvendos këtë drejtën opinionin e audiencës tek një ngjarje e cila ndodhi sot që në Palatin e Brigadave u betuan ministrat e rinj të kabinetit Rama, ku pyetja ime ka të bëjë në fakt me nëse shkarkimet e Ramës ishin një tentativë që ai të mbate pushtetin apo se ai kërkon të dalë nga kjo punë duar larë. Betimi i ministrave të ri dhe emrimi nga zoti Rama është treguesi i qartë që ai thotë: unë qeverinë teknike pothuajse po ju a bëj gati sepse personat të cilët unë propozova nuk kanë ngjyrë politike në kuptimin partijake, të thuash që këta kanë një prezencë politike, qëndrueshmëri, mendime, leadershipi në sektorin që ata mbulojnë apo në qarkun që ata janë. Pra ata janë teknokrat në aspektin e zbatuesit të porosive dhe jo ata të cilët do të dalë në publik, do të kenë një prezencë publike, do të kenë një qendrim publik dhe do merr në konsiderat një linje e caktuar të tyre. Pra ju pat njerëz anonim, pavarësisht se kanë një pushtet për shkak se marrin një autorizim nga kryeministri. Po ashtu ju duhet keni parasysh që zoti Rama e përdor këtë kartë për të justifikuar tek ndërkombëtarët. Pse? Në një moment të caktuar kur do të ketë një presion ndaj zotit Rama për qeveri, vetë zoti Rama do të thotë: unë qeverinë teknike e kam se pothuajse gjithë këta janë teknokratë. Tani thjesht më duhet pakti politik me Sali Berishën që të normojmë mos duhet të bëjmë modelin e 2017 ashtu siç Rama bëri me Lul Bashën. Por këtu duhet keni parasysh diçka shumë të qartë. Çfarë? Modeli Lul Basha dështoi, por Rama ka një model tjetër. Modeli shkojmë në zgjedhje të parakohshme në çdo kohë. Pra, mirë nga njëra anë futa disa ministra anonim, por nga ana tjetër zoti Rama në çdo kohë, dhe çdo kohë do të thotë çdo moment, sot, nesër, për 2 orë, mund të thotë dua të shpërndaj parlamentin sepse dua të shkojmë në zgjedhje të parakohshme për 2-3 arsye. Prandaj, ngjarja e sotme ishte një ngjarje procedurale që s'ka fare vlerë për të marrë më shumë për arsye sepse në Partinë Socialiste vetëm zoti Rama është, nuk ekziston dikush tjetër. Pra, Partia Socialiste ka humbur jo vetëm destinacionin e saj si një parti që prodhon figura politike, por është shndëruar si një subjekt politik i cili përveç figurës kryesore të kryetarit ka prodhuar funeralet politike brenda Partisë Socialiste. Mendoni se mund të ketë përçarje brenda Partisë Socialiste? Në Partinë Socialiste e nderuar ke përçarje nga 2021 në vazhdim, po thjesht përçarja ka qenë e mbuluar për shkak të paras dhe pushtetit. Duke munguar njëra nga të dyja, sigurisht që sjell probleme brenda Partisë Socialiste, por duke qenë se pushteti është ende i vazhdueshëm, do të thotë që ka thjesht grupime dhe fraksione brenda Partisë Socialiste. Për ata që mendojnë që Partia Socialiste nuk ka konflikte, gabën ose nuk duan ta pranojnë për shkak se dinë të vërtetën. Por Partia Socialiste ndër vite ka qenë një parti konfliktuale, por ajo që fillimisht e përsëris për arsye që duhet ta kuptojmë edhe ne si dëgjues është që Partia Socialiste kur është në pushtet mbulohet mbi pushtetin, pra problemet mbulohen mbi pushtetin e saj. Dhe duke qenë se mbulohen mbi pushtetin, ajo që ne na bën të kuptojmë është që ata janë shumë të fortë, por nuk janë shumë të fortë, janë akoma më të dobët se sa ju mund ta imagjinoni. Prandaj, konfliktet brenda Partisë Socialiste kanë nisur, janë në vazhdim dhe sigurisht ka grupime të cilët kërkojnë patjetër të kenë vëmendjen, patjetër, po përveç vëmendjes kërkojnë të kenë edhe influencë. Tani këtu është gjithë ky konflikt që ka lindur. Influenca për çfarë arsye duhet të jetë? Çfarë përfitimesh duhet të kemi për influencën? Sepse influenca nuk kupton tek aspekti vendimarrës. Dhe në rast se në aspektin vendimarrës kërkon që kjo influenca të imponohet kundrejt kujt grupimit, çfarë duhet ky grup
grupim të përfitojë dhe çfarë duhet ky grupim të parandalojë. Dhe prandaj kanë lindur këto konflikte, do të thënë edhe këto gropa, sepse mos harroni një fakt tjetër që zonja Spiropali për herë të parë ka dalë në publik dhe thotë që unë tha, e mësova lajmin e shkarkimit nga zoti Berisha. Po. Pra, në rast se ka shkuar pastaj më vonë në lidhje me këtë. Po, përtej Partisë Socialiste dhe ka shkuar lajmi edhe te zoti Berisha, do të thotë që fraksionet kanë ngushtime brenda Partisë Socialiste dhe është si puna atyre që e kemi thënë vazhdimisht tek ju, që kanë marrëveshje dhe nga marrëveshjet që kanë përfituar njëri dhe tjetri. Kur prishet marrëveshja, njëri spionon dhe këta e ka zakon Partia Socialiste, sepse mos harroni manualin që ka të zakonshëm 1944 në vazhdim. Dhe pikrisht ky manual u shfaq edhe dje nga zonja Spiropali. E kuptoj. Kthehemi tek ngjarjet në kuvend. Dje u mbajt seanca plenare ku në renditën nuk ishte pika dhe çështja për imunitetin e zonjës Balluku. Tani pse s'përdritet qeveria për ta mbrojtur Ballukun dhe nuk pranon që t'i heqë imunitetin? Shiko, heqja e imunitetit duhet ishte hequr sipas drejtësisë së zotit Rama 2022-2025 brenda një deklarate të zotit Rama që zoti Dumani, pra zgjatimi i asamblesë së Partisë Socialiste zoti Dumani, të bënte garipin dhe të merrte autorizimin dhe të arrestonte zotin Ahmetaj. Ndërsa zoti Rama sot e pengon drejtuesin e ri të prokurorisë zotin Brown, madje e ju ul edhe nivelin e tij profesional por e administrativ si drejtues dhe e fut në telashet e procedurave. Pra, kush ka qenë prokuror më i fortë? Ai i cili e merrte miratimin me cilësinë e zëvendës kryeministrit zotin Ahmetaj me një deklaratë të zotit Rama, apo ai i cili sot është drejtuesi i prokurorisë dhe nuk ka mundësi të marrë autorizimin sepse duhet presi procedurën e tërëzjatur. Pra, këtë nuk do ta themi ne, po ja lëm qytetarëve ta mendojnë dhe ta logjikojnë ata. Ku ishte drejtësia e pavarur? Atëre kur ja lëshoi me deklaratë, apo sot që ti e mban aty me procedurë, duke thënë që duhet presim institucionet të tjera të japin përgjigje dhe në fund fare Partia Socialiste do marrë vendimarrje. Ku ndërkohë Partia Socialiste dhe zoti Rama 2016 në vazhdim thoshte drejtësia që unë reformova, Spaku që unë reformova, Altin Dumani që i dha spatën, të gjithëve këtyre i thoshte që Partia Socialiste nuk bëhet avokati askujt. Tani kush vua nga koherenca? Unë apo ti, apo Edi Rama? Se unë gjykoj që Edi Rama vua nga koherenca. Dhe t'ja themi dhe qytetarëve, dhe ata të cilët akoma mendojnë se procedimi penal apo heqjen e imunitetit është faj e Berishës apo Metës. Sepse ka edhe njerëz që besojnë tek UFO. Po unë nuk mund të bi dakord që UFO-t ekzistojnë. Po ka njerëz që besojnë. Po unë nuk besoj që faji është i Ilir Metës dhe Sali Berishës sepse prishën marrëveshjen e tyre Edi Rama dhe Belinda Balluku. Këto pastaj besoj janë fjalë që thuan lart të poshtë, punë teorisht. Këto fjalë që thuhen lart të poshtë janë tek analistët që nga mjesi deri në darkë 2022-2025 e kishin bërë Altin Dumanin, njeriu që do shpëtonte ne, familjet tona, Shqipërinë, të ardhmen, prosperitetin, ai përpara dhe këtë kërkon gardian se ta ruajnë se pas ka bërë mbasën ai gabim, ku e di unë, nuk e di. Mos gabofsha, edhe kërkon mbrojtje. Një person kërkon mbrojtje kur ka bërë diçka që nuk shkon mirë, se nuk është se Altin Dumani u përplas me organizatat kriminale dhe bëri namin e madh, leja të dëshmitarin fantazm që del dëshmitari sekret edhe del edhe jep dëshmi sekretar ky si quhet dëshmitari Dumani që është ky anonimi që e kanë aty duke mashtruar nga mjesi deri në darkë. Pra, çfarë duhet të kuptojmë? Duhet të kuptojmë që zoti Dumani u përdor politikisht nga Partia Socialiste. Ky është fakt konkret. Sepse pse zoti Brown nuk e mori autorizimin nga zoti Rama me një deklaratë, edhe presim kaq shumë procedurë të madhe.